Aktoria e njohur Raimonda Bulku ka folur për jetën dhe karrierën e saj gjatë një interviste ku ndër të tjera ajo ka folur edhe për komentet që mori për filmin Duaje emrin tënd. Çuditërisht me atë film u morën disa njerëz që vinin nga Komiteti Qendror dhe që thonin që kësaj aktores duhet i prisnit ca plane sepse është ngacmuese. E kishin fjalën për momentet kur unë eci në korridoret e hotelit, kur unë gjitem në ashensor, zbres dhe qaj sepse jam zhgënjyer nga ai njeriu që fillova ta pëlqej. Por pjesa më e madhe e kritikave ishin nga të rinj shqiptar që dërgonin letra për filmin në kinostudio duke shkruar filmi degeneruar dhe e kishin fjalën për momentin ku unë jam e shtrirë me personazhin tjetër në Voloreg. Në atë kohë kam pirë një kafe me të madhin Kadare dhe ndërkohë kisha qenë edhe në filmin e Helenës edhe në filmin e Kadares dhe i kisha njohur ndërkohë edhe si skenarist dhe isha shumë keq dhe i thash nuk di se ç'ka ndodhur, edhe bashkëshortit tim i thonin që mban ti atë grua të merr. Dhe teksa diskutoja me Kadaren, ai më thot, mos të lënd Perëndia pa armiq, se je e harruar, thot Raimonda Bulku. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.